Ja pse buka e mykur është një mënyrë e mirë për trajtimin e plagëve të infektuara. Egjiptianët e lashtë trajtonin disa plagë të infektuara me bukë të mykur dhe askush nuk e kuptonte pse. Në vitin 1928, 5000 vjet më vonë, kur filloi të zhvillojë shkenca moderne, shkencëtari Alexander Fleming, fituesi i çmimit Nobel për mjeksi në vitin 1945, zbuloi se penicilina kishte një efekt të madh si një antibiotik tek bakteriet. Buka është e pasur me niseshte polimere me bazë molekulën e sheqerit dhe lënë të tjera ushqyese. Buka na siguron ushqyes të nevojshëm, por edhe organizmat e tjerë siç janë kërpudhat. Kur buka myket, brenda saj zhvillohet një kërpudhë e quajtur penicillium, nga e cila merret penicilina, antibiotiku më i famshëm, i përdorur për të trajtuar disa lloje bakteresh. Në atë kohë egjiptianët nuk e dinin se çfarë ishte bakteri, por ata e dinin se mund të luftonin infeksionet serioze me bukë të mykur.